Kjo qendër është ngritur me synimin që të sigurojë mbështetje socio-ekonomike dhe edukative për grupet me nevojë përmes ofrimit të shërbimeve sociale të integruara në komunitet. Përmes stafit të qendrës, ne kemi krijuar mundësi për të mbështetur individualisht si familje apo dhe komunitetin për njohje të vetvetes, për kapërcim të vështirësive, përmirësim të jetesës, përfshirje dhe fuqizim dhe integrim në shoqëri. Gjithashtu në qendër ofrojmë shërbime të ndryshme, siç është pritja e komunitetit për ditë, vizita në terren duke identifikuar nevojat që ato kanë, aktivitete të ndryshme ndërgjegjësuese, shërbim biblioteke dhe menaxhimi i rasteve ku jemi të lidhura me organizata të ndryshme sipas nevojave të komunitetit. Është një qendër ditore e cila ka si qëllim riabilitimin dhe integrimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar. Aktualisht, reparti i fizioterapisë është nga repartet në qendër që merret me të gjithë llojet e aftësisë kufizuar. Jam mamaja një fëmijë me aftësi ndryshe që quhet Filisja. Prej 2 muajsh vi në këtë qendër edhe jam shumë e kënaqur. Dhe kam djalin 9 vjeç, e sjell këtu që e ndjek me terapi dhe deri tani po shkon po ecën mirë terapia. Jam tepër i kënaqur. Ka bërë përmirësime të dukshme. Kam vajzën që ndjek prej 2 vjetësh këtu në këtë qendër. Jam e kënaqur sepse ka filluar goxha që të përmirësojë, në të folur, me terapi zhvillimi. Në krahasim si e fus dhe kur del, ka ndryshimet e veta. Aktualisht, numri i fëmijëve që marrin shërbim në këtë qendër është 45 fëmijë. Prej krijimit të qendrës deri në ditët e sotme, në këtë qendër kanë marrë shërbim rreth 250 fëmijë, nga të cilët 65% e tyre jetojnë në zonat rurale dhe 35% e tyre jetojnë në zonat urbane. Fokusi jonë është mirëqenia e tyre, që do të thotë mbajvajtja në komunitet, në shkolla, këtu në qendër. Në qendër gjithashtu ofrojmë dhe këshillimet individuale. Ofrojmë dhe këshillimet në grup me komunitetin dhe trajtojmë tema të ndryshme mbi marrëdhëniet sociale, mbi marrëdhëniet familjar dhe marrëdhëniet prind-fëmijë. Kam folur me psikologën dhe ndjem shumë më mirë dhe sot kam fëmijën tim në krah. Në qendrën tonë ofrohet shërbimi i kopshtit për fëmijët 3 deri në 6 vjeç. Nëpërmjet klasave të prindërimit, mbështetje jepet dhe prindërve të rinj për t'i ardhur në ndihmë të jetë sa më të suksesshëm në mirëritjen e fëmijëve. Ne si qendër krenohemi me 2 struktura kyç që kemi krijuar. Klubin e ndryshimit, i cili është një klub grash dhe vajzash, të cilat ndidhen një herë në muaj për të marrë dhe shkëmbyer informacion me njëra tjetrën, ndarë eksperjenca apo ndërmarrë nisma. Dhe struktura e dytë është grupi komunitar multidisiplinar, një strukturë në të cilën janë të përfshirë anëtarë nga komuniteti, përfaqësues nga institucionet publike dhe nga shoqëria civile, të cilët ndidhen për të prioritizuar nevoja dhe për të adresuar nevojat e ndryshme përmes nismave advokuese.